Autoriteti rajonal rrugor në Gjirokastër ka përfunduar rifreskimin e sinjalistikës orientuese rrugore dhe turistike në disa prej akseve kryesore të qarkut. Kjo nismë synon të përmirësojë ndjeshëm orientimin e drejtuesve të mjeteve, veçanërisht gjatë sezonit turistik, duke rritur sigurinë dhe lehtësuar lëvizjen. Detyra primare jonë është sinjalistika rrugore. Edhe tabelat informative që i përkasin orientimit të përdoruesve të mjeteve. Ndërkohë kemi një bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore, ku për disa destinacione turistike janë monumente të kulturës. Kemi vendosur edhe tabela orientuese për vizitorët për këto monumente kulture, që mund të përmendim shumë tabela orientuese kemi në aksin Gjirokastër Kakaviku, pothuajse janë përfshirë të gjitha monumentet e kulturës që ndodhen në afërsi të këtij aksi. Gjithashtu kemi vendosur edhe në aksin Valare e Rind, kemi vendosur 4 tabela orientuese për monumente kulture që ndodhen në atë zonë. Kemi vendosur tabela për manastirin e Cepos, për Kalan e Kardhikit. Edhe kemi vendosur dhe disa tabela në rrethin e Sarandës, në aksin Sarandë-Butrind. Ndërkohë vëmendje të veçantë po i kushtohet edhe qytetit të Këlcyrës, ku brenda këtij muaji pritet të nisë puna për përmirësimin e sinjalistikës rrugore paralajmëruese. Pritet të bëhet përmirësimi dhe shtimi i sinjalistikës rrugore paralajmëruese brenda qytetit të Këlcyrës, meqense kemi patur edhe takime me drejtuesit e Policisë Vendore Gjirokastër të sektorit inspektoriatit rrugor, ku është kërkuar pasi në atë pikë kohët e fundit ka ndodhur edhe disa raste aksidentesh, kryesisht me këmbësor. Edhe është kërkuar nga ana e policisë vendosja e sistemeve të ngadalësimit të shpejtësisë, të sistemeve me vibruese akustike dhe pamore, si dhe vendosja e kurrizeve artificiale në disa pika të qytetit të Këlcyrës. Punimet për sinjalistikën rrugore pritet të vijojnë në faza edhe në qytete të tjera të qarkut, me synim për të pasur më shumë siguri në rrugë, si për vendasit, ashtu edhe për vizitorët e shumtë që frekuentojnë jugun gjatë muajve të verës.